filluan me muzikë disa vite më parë. Me pasion për rapin, ata të dy u futën në skenë. Ledri dhe Visari për një kohë mbetën si grupi më i pëlqyer i shumë kujt. Këngët, videoklipet dhe bashkëpunimin e tyre pëlqeheshin nga të gjithë. Si çdo kont, edhe tek ne kishte thashë theme të shumta për ta, posaçërisht për Ledrin. E nxoni, se nxoni, e thiri, se thiri, është me këta, është me ata, e shumë gjëra të tjera. Ajo çka së fundmi ndodhi ju tashmë të gjithë e keni kuptuar. Ledri Vula u largua nga grupi Skills e gjithashtu edhe nga labeli Baba Stars. Për më shumë detaje na i sjell storia në vazhdim. E ndjekim bashkë. Jam bërë 7 vite që kur grupi Skills u prezantua në skenën muzikore. Krejti Kom ishte një ndër këngët e para që bëri dy djelmoshat, Ledrin dhe Visarin, të pëlqejnë nga të gjithë. Pas shumë këngëve që sodhen në skenën e hip-hopit, grupi Skills ju bashkua labelit Baba Records, të themeluar nga rap këngëtari Getoar Selimi, që tashmë njihet si Baba Stars. Skills u bën edhe pjesë e shumë dueteve, kanë bashkëpunuar me emrat më të njohur të estradës, si Tingulli Trend, Tuna, TDS, Stine, Chaos e të tjerë. Jam shkolle e re në hip-hop, jo s'kom punën e me repera, do mirë, janë sena. Ledri dhe Visari nuk munguan edhe të jenë pjesë e festivaleve. Në vitin 2008 fituan videofestin muzikor, ku morën çmimin Best All për video më të mirë të titulluar A Femrat. Po këtë vit ata u paraqitën në festivalin Kënga Magjike në një bashkëpunim me Stine, ku kënduan këngën e tyre të titulluar Ndaloj vrapin dhe u kurorëzuan me çmimin Best Hip Hop. Kështu gjatë karrierës, Skills realizuan edhe 2 albume si dhe videoklipe. Një ndër albumet e para u titullua Skills dhe pastaj në vitin 2009 nxorën albumin Rap, Sex and Money. Këngët e tyre u shndruan në hit, fal dhe hijeshisë së djemve e në veçanti i Ledrit. Ajo fundi që u bën një ndër këngët më të klikuara është Haj, që është sjellën nga gjithë anëtarët e Baba Stars. Por ai që u bën një nga personazhet më të përfolura të showbizit është frontmeni i grupit Ledri Vula. Pas shumë skandaleve dhe ndodhive të fundit që pushtuan portalet, arrin të publikohet edhe lajmi tjetër që shokoi fansat e grupit. Skills po ndahen, Ledri Vula lë muzikën. E gjithë kjo ku Ledri përmes rrjeteve sociale publikon në statusin e tij përshëndetje dhe falënderimin ndaj fansave. Unë edhe Ledrin e njoh personalisht edhe Baba Starsat i konsideroj shok, edhe jam menduar këto kohë të fundit çfarë ka ndodhur te djali, se Ledri është the good guy, është shumë i sjellshëm, gjithmonë përshëndet, është një nga është djali i mirë, është shumë djali i mirë, kur nuk e shet duke thënë ai fjalë të keqe për dikën, duke ofenduar, duke marrë me thashë theme. Viti i fundit për to kom vit shumë i fuqishëm. Me Noizin, disat me Noizin, rahura nga i dashuri i Dafinës, mosmarrveshjet e ndryshme, çai ka ndodhur tjetër, e përfolura kjo historia e dashurisë shumë e përfolur me Dafinën, kështu që më marr mendja që ai në karrierën e tij çdo gjë i ka shkuar vaj, po kush ngjitet duhet edhe pak poshtë të zbresi. Me këtë dua të them që nuk i ka duruar dot presionit të jashtëm për tërë ngjarjet e fundit që i ka ndodhur, edhe sipas meje është edhe një zgjidhje personale, ndoshta edhe një ndikim i familjes, edhe familja e tij ata janë mjaft njohur edhe dim se është mentaliteti në Kosovë që duhet të jesh i mirë edhe nga ana familjare, i suksesshëm dhe në punë. Shumë më mendje që përpos se presioni është edhe një zgjidhje personale e tij edhe e ndikuar familjarisht, por ky është mendimi im. Në anën tjetër, faqja zyrtare e labelit Baba Stars në Facebook publikon një fotomesazh të antarit tjetër të Skills, Visarit, në të cilën konfirmohet largimi i Ledrit nga muzika, duke shtuar se do të vazhdojë me muzikën. Ky lajm zgjoi reagim tek fansat, që pas kësaj nuk munguan edhe komentet, duke mbetur të habitur.
Sipas me këto reagimet për sa i përket skillsave dhe Ledri që u largua janë reagimet e para, është ai shoku i parë që kanë fansat e skillsave që si do funksionoj grupi pa Ledrin, do jenë më bashkë, s'ka më konë më bashkë, nuk do jenë më dy super seksat që këndojnë, po nuk e di kush do jetë tjetër në skills. Dështuan apo jo, Visar Shala po vazhdon të jetë prezent në koncertet së bashku me Baba Stars. Ajo që përshpëritet këto ditë është se Ledri po zaventësohet me një antar tjetër i quajtur Kozman, i cili shihet të jetë prezent në mesin e labelit Baba Stars. Asgjë nuk është definitive, por mendohet se ishte propozimi i Ledrit dhe Visari është në shqyrtim të tij dhe duket se në parim është i pajtimit. Viski vazhdon të këndojë i vetëm, por ditë më parë u publikua një këngë nga Visari në bashkëpunim me Kozman, të titulluar I'm a Boss. Po qaj i skillsave, po qaj që festival. Të them të drejtën, Skills këngët më të suksesshme i kanë pasur në bashkëpunimet e tyre veç e veç. Ledri me Tafinën, Visari me Ronelën. Visari ka provuar se mund të bëjë dhe pa Ledrin e vice versa. Ndaj them se po, do të vazhdoj të ketë sukses, është thjesht çështje këngësh dhe bashkëpunimi. Edhe pse deri më tani lidhën ngushtë me skenën dhe muzikën, në intervistat e dhëna më parë, Ledri Vula çdoherë ka cekur që është në studime të regjisë. Kur tashmë është larguar nga skena muzikore, fjalët e Ledrit ishin se ka vendosur t'i përkushtohet regjisë. Ledri është i talentuar, por mos harrojmë që shumë artistë shqiptar kanë bërë këtë zgjedhje dhe kanë dështuar. Megjithatë nuk di pse, por mendoj që ai do të ketë sukses si regjisor. Është tip. As nuk kam dyshim. Nuk është aq kollaj të largohesh skenës, aq më tepër kur të ka pritur me sukses. Edhe duke qenë se Ledri ka qenë suksesshëm, nuk ka asnjë arsye që të mos kthehet përsëri në skenë. Mendoj që kjo është një pauzë vetëm sa për t'i qetësuar ujërat, si thuhet në gjuhë popullore, sa të qetësohen pak fjalët nëpër media që po flitet vetëm për të. Kështu që ma merr mendja që kjo është vetëm një pauzë që do të bëjë ai, po ai ka për të rikthyer. Ledri Vula është padyshim një prej repereve më të pëlqyer nga të rinj kosovar, ndërsa krahas e repit ai po ashtu ka një ëndër që një ditë të bëhet regjisor i njohur. Dhe përderisa është në rrugë të mirë të bëjë këtë, ai tashmë ka lënë gjuhën në repin kosovar si antar i grupit Skills. Sidos që të jetë, mbetet të jetë një lajm i freskët. Një gjë është e ditur, që Skills tashmë mbetet pa antarin Ledri Vula. Çfarë presin në rrugët e dy këtyre rap artistëve mbetet të shihet. Deri tani s'kam dëgjuar për ndonjë regjisor nga Shqipëria apo Kosova që të ketë bërë miliona euro me filmat e tyre, por hajt, qofti pari. Kur t'i bëjt na telefonojnë, do të bashkëpunojnë, se i kemi disa skenare të buka filmi. S'po du me bu në qenë